Çmimet e fruta dhe perimeve po rriten çdo ditë më shumë, duke bërë gjithnjë më të vështirë për qytetarët që të sigurojnë produktet bazë ushqimore. Më të prekurit nga kjo situatë janë pensionistët, të cilët me pensionet e tyre të ulta mezi arrin të mbulojnë shpenzimet e përditshme. Janë rrit gozër me 2000 lekë, 1200 lekë një sallatë për 2 vetë. Pak e vështirë është që kam ble gjithmonë 1 kile, sot duhet me ble gjys kile. Për 2 ditë, duhet më harë për ditë. Që pas diskutohet e punë, më shtrejnë, nuk kanë faj se kanë tarifën e shtrejnë këto. Nëse diskuto, po për ne na bjen kresë, sidomos pensionistave. Dihet ajo punë. Më për vetëm të me kam pensionet e mira bashkë me burë. Plus që në ndihmojnë dhe fëmija, sepse nuk përballohet, jo ilaçe, jo këto, jo ato. Çmimet e shtrenjta këtu, çmimet e shtrenjta kudo, si në për spitale në për gjona. Ka që janë me 90.000, ka që janë me 100 sa me qkretës din që të bëjnë. Përbes të çmimet janë, se janë po, për në pensionistë dhe kena i fjetë vështirë. Me vështirësi ja dalim. Pensionet nuk janë të mjaftueshme, kështu që me këta që shifet janë të rritë çmimet. Nëse janë të pa asnjë farë ndryshimi. Qa çmimet e rrisin vetë. A i që i banë, i falë, ta i bëjnë 3 fish. U që ka fajnë? Nuk ka, kështu, qeveri. Marë, mi thonë, që ke unë çmimin aq ti? Që sa ka unë më vatatës? E ka njët shëtojnë që thotë ma ka marë me 300 lekë. Çmimet nalt janë, po, dhe la pana që të ne djele poret, pensionet, nalta janë tashi, por gjithë kush do me dalë një vetën. Kanë orë të rritë fort dhe jo pak. Shtirë me në gjezë, është shtirë atër, du të me nej me hongër më pak, me blezona, edhe me shtërguar rrypin më fort, si thumë në malsort, se mirë është me ullë çmimet o me qëtua pensionet. Qytetarët shkodran kërkojnë ndërhyrje nga institucionet përgjegjëse për të mbështetur fermierët dhe për të rregulluar çmimet në treg, në mënyrë që produktet bazë të jenë të përballueshme për të gjithë, ndërkohë ndërsa çmimet vazhdojnë të rriten, qytetarët dhe veçanërisht pensionistët ndihen gjithnjë më të pambrojtur ekonomikisht.